Godina historike e shtëpisë së fëmijëve Zyber Hallulli, një nga institucionet më të vjetra sociale në vend, rrezikon të zhduket nga harta e Tiranës. Objekti që ka strëhuar breza jetimësh për më shumë se një shekull, pritet të shëmbet për t'i lënë vend një kulle 17 kaçe, sipas një projekti të Korporatës së Investimeve Shqiptare. Sot në këtë institucion jetojnë 36 fëmijë, të cilët sipas planit do të zhvendosen një godinë të re në zonën e ish vilave gjermane, rreth 800 metra larg vendodhjes aktuale. Trualli prej 7100 metra shkatror me vlerë të lartë tregu ndodhet pranë stadiumit Air Albania. Projekti parashikon ndërtimin e një kulle me sipërfaqe ndërtimore deri në 60.000 metra katror, përfshirë 5 kate parkimi nëntoksor. Në këmbim, 45% e sipërfaqes do t'i kalojë shtetit, një formulë PPP, e cila është përdorur edhe më herët, e cila ka disa raste ka rezultuar me avantazhe më të mëdha për privatët se sa për publikun. Drejtoresha e institucionit Valbona Ajmera i thotë se nuk është njoftuar zyrtarisht për projektin, duke ngritur dyshime për mungesë transparence dhe shmangje të konsultimit publik. Nga ana tjetër, urbanistët dhe aktivistët e shohin këtë zhvillim si shembull të gentrifikimit të Tiranës. Hapësirat sociale afër qendrës po zvendësohen me ndërtesa luksoze, ndërsa shtresat e brishta shtyhen drejt periferisë. Zona pranë rrugës Elbasanit është sot një ndër më të shtrenjtat në kryeqytet me çmime mbi 3.000 euro metri katror, faktor që forcon bindjen se prapa vendimit qëndron interesi imobiliar, jo ai social. Ndërkohë që qeveria promovon projekte të luksit si Parku Eden, strehimi i fëmijëve jetim mi besot privatëve duke i konsideruar nga kritikës si shenjë fshirjes së kujtesës sociale të qytetit.